tuaj, jam mirënjohës Perëndis, që ju shoh që esni besnik, edhe i shërbeni ati në mënyrë besnike. Me siguri, çdo njëri nga ne e ka përjetuar të paktën një herë në jetën e vet që është rrëzuar. Po flas nga ana fizike. Edhe në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër, disa e kanë përjetuar rënd, disa e kanë përjetuar pak më lehtë, por të gjithë kur rrëzohemi, ndonjëherë ka pasoja. Besoj se të gjithë pajtohemi që në jetën tonë diçka ka ndodhur ndonjëherë, të paktën nga ana fizike. E kemi parë, do të thotë, të biesh, të rrëzohesh. Po flas nga ana frymërore tani. Sepse nga ana frymërore është mjaft e rëndësishme. Edhe besoj se herët apo vonë, nëse nuk keni rënë, nuk dua të them që do të bini, por dua të them që jeta e krishterë, ku ne mësojmë të ecim me Zotin, ashtu si një fëmijë i vogël. Fillon të hedhë hapat, pastaj bën bie. Po ai pastaj do të bëjë që duhet të çohe. Hedhë hapat prapë dhe bie. Dhe ndodh ndonjëherë që edhe kur je rritur dhe ke ecur ca, bie përsëri. Ndrysh këmbën ose gjëra të ndryshme. Edhe ne do të shohim sot pikërisht nga fjala e Perëndis si të jemi përsëri në kamp. Edhe është e rëndësishme lidhur me këtë. Davidi, sapo lexuam aty, është një njeri i veçantë. Ne e dim këtë, ai është njeri sipas zemrës Perëndis. Dhe Davidi duke shkruar Psalmin 119 në vargu 25 thotë: "Unë bie përmbys në pluhur, marin gjallë sipas fjalës sate." Davidi, ky njeri i madh, e ka gjetur veten e tij përmbys. Edhe ai kërkon faktikisht Perëndis në lutje që Perëndia ta ngrë. Edhe ai është për tokë, por i thret Zotit për një gjallëri, për një ripërtëritje, për të ngritur atë. Edhe nga fjala e Perëndis, ne mësojmë që njeriu i Perëndis sfidohet nga Perëndia për të ngritur. Sepse Perëndia na ka bërë si bitë të tij që ne të çohemi dhe të ecim përpara. Edhe Bibla na tregon te fjalët e urta diçka: "I drejti bie 7 herë dhe ngrihet, kurse të pabesët përmbysen në fatkeqësi." Theksi nuk është dhe aq te rënja, po vjen re që theksi është që pas rënjes ka ngritje. Ose mund të rrëzohemi edhe qëndrojmë për tokë, edhe pastaj të merremi me fajin, kush e ka fajin, pse u rrëzova, dhe merremi me gjithë këto probleme me rreth e rrotull, edhe do të vëmë fajin atij, asaj, këtij, këtu, rrethanave, gjërave, ose do të marrim zemër. Sepse Bibla thotë, nëse nuk ke forcë ditën e fatkeqësisë, atëherë nuk mund të çohesh dot. Por ne kemi nevojë për forcë, dhe Zoti është forca jonë. Dhe Bibla do të na tregojë shumë për këtë, sepse njerëz të Perëndis kanë rënë, por ajo që ka ndodhur me ta është dhe janë ngritur dhe kanë ecur me Zotin. Ju e dini për shembull çfarë ndodhi me Pietrin. Pietri mohoi 3 herë Jezusin. Mirpo Bibla na tregon që ai u ngrit pastaj përsëri. Edhe kur u ngrit, ai eci me Perëndin, derisa shkoi në atë vend që ai shkoi me kryq kokë poshtë, ku u kryqëzua për shpëtimtarin e tij. Jona gjithashtu u rrëzua. Edhe ai shkoi poshtë më poshtë. Por kur u ngrit pastaj ai u bind thirrjes Perëndis dhe përmbushi misionin që Perëndia kishte me ta. Davidi në këtë pikë të jetës ku jemi, ai ka rënë dhe ngrihet. Ajo që ndodh më vonë është ai kur rrëzohet mbret. Piktura është që ju dhe unë jemi vajosur nga Perëndia për të bërë mbretër. Edhe secili nga ne ka një vajosje, secili nga ne është prift përpara Perëndis, por mbretëria është duke ardhur shumë shpejt. Ne gjithmonë e flasim këtë që ardhja e Zotit shafër, dhe në fakt është shafër. Po kur ai të vi, plani i Perëndis, dëshira e Perëndis për secilin prej nesh është që të mbretërohemi me të. Edhe ne do të kalojmë në këtë luginë si Davidi që nga vajosja deri te mbretëria. Edhe ne jemi vajosur, edhe po shkojmë drejt rrugës së mbretërisë, në këtë rrugë Perëndia është duke trajnuar bitë e tij, duke i maturuar deri të rriten në masën e shtadit plotësisë së Krishtit, që kur ai të kthehet, ai të mbretëroj bashkë me ne. Edhe kjo është ajo që ndodh. Ne jemi shumë afër dhe nëse se në këtë situatë e gjeni veten të rrëzuar, atë Perëndia dëshiron që të na komunikojë që ai do që të çohemi. Nëse jeni në këmbë, atë do të sigurohemi të mos biem, por nëse biem, ka një mënyrë se si mund të ngrihemi përpara Perëndis. Tani të kthehemi tek e para Samuelit. Është e rëndësishme të kuptojmë tipologjinë që na ndodh na jepet këtu te para Samuelit, sepse gjitha gjërat që janë shkruar në të kaluarën, sipas Romakëve 15, nuk janë shkruar rastësisht. Por Perëndia pati diçka
dhe I shkruajti ato për ne. Sepse Bibla thotë gjitha gjërat që shkruan të kalon shkruan për mësimin tonë, domethënë për mësimin tim, për mësimin tuaj. Që duke parë mbrapa, e duke parë çfarë ndodhi, edhe Zoti e regjistroi atë, edhe si Perëndia punoi në jetën e tyre, edhe si mësoi ata, mund na mësoj edhe neve. Dhe kjo është e rëndësishme. Tani në tipologji, Davidi është një tip ose lloj I Zotit Jezu Krisht. Por gjithashtu është një tip ose lloj të krishterët. Nuk do të hap referencat që kam nxjerrë, nëse mund të mbani shnim, okay. Filistejt janë një lloj botës. Bibla na tregon që filistejt kanë një zanafil, kanë një gjenealogji nga vinë. Edhe nëse do të shikoni me kujdes, ata vinë nga Kami. Por tek psalmet na tregohet që Kami është toka e Egjiptit. Por Egjipti e dini çfarë pikturon në fjalën e Perëndis, pikturon botën. Atë ne shohim Davidin, që është një lloj të krishterët, po shohim dhe filistejnë që është lloj botës. Po kemi gjithashtu edhe amalekitët këtu. Edhe amalekitët janë një lloj mishit ose natyrës sonë të vjetër. Sepse Amaleku vjen në pasardhje nga Esau. Edhe Esau është pjesë pikturë e natyrës së sonë të mishit. Edhe Perëndia na tregon tani në këtë situatë, kemi një njerëz të Perëndis që është një krishter në pikturë, në tipologji, po kemi gjithashtu botën, kemi gjithashtu dhe mishin. Pra ka një luftë të madhe këtu që mund të mësojmë të vërteta të fuqishme nga ana e Perëndis për ne, se si të tërë këto gjëra synojnë të na rrëzojnë, por Perëndia dëshiron të na ngërë, sepse ne kemi këtë botë që na rrethon apo jo. Kemi këtë mish që e kemi 24 orë me vete, që është I keq dhe gjithmonë do të përpiqet të na sulmojë, ashtu siç bën Amaleku. Atë në gjithë këtë histori, kudo që ta gjeni veten me Zotin, ka shumë për të mësuar. Nëse më përpara keni rënë edhe në ngritur lavdi Zotit, mund të mësoni si të qëndroni të ecni përpara. Nëse keni rënë, atëherë Perëndia ka një plan të na tregojë me fjalën e Tij si të mund të ngrihemi. Dhe ka vetëm një mënyrë se si mund të ngrihemi në mënyrë të shëndetshme, me anë të Biblës. Instruksionet biblike janë të vetmet instruksione për të besuar edhe për të qëndruar mbi to në mënyrë që jeta jonë të ngrihet e të vazhdojë ashtu si Davidi deri në kurorëzim. Dhe ne mund ta bëjmë këtë, sepse Perëndia na ka dhënë fuqinë që është fuqia e ringjalljes së Krishtit që është brenda nesh, por na ka dhënë gjithashtu edhe Biblën. Bibla është një llambë, po jo në teori, po është një llambë në këmbët tona dhe një dritë në shtegun tonë. Nëse e marrim dhe ja zbatojmë atë në jetë, ne do të korrim fitoret që Perëndia premton në fjalën e Tij. Ne të shkojmë te Zoti ynë, të lutemi atij së bashku, ne të përulim zemrat tona dhe unë besoj që Perëndia ka një fjalë për secilin prej nesh. Ati dashur, faleminderit Perëndi që më jep mundësinë Zot, më të ndaj Zot me motrat e vëllezërit fjalën tënde. Edhe Zoti im, kushamur që të mund të them fjalën tënde, ajo është e lartë, e lavdishme, e fuqishme Zot. Edhe Zot është e denjë Perëndia im për të pranuar në çdo mënyrë. Por Perëndi Ti ke sjell njerëzit e tu në shtëpinë tënde, sepse Ti ke Zot një fjalë për secilin Perëndi. Edhe unë lutem Perëndi të marrësh buzët e mia dhe zanin Zot, e të mund të përçosh fjalët e Tua Zot, nga fuqia e frymësate. Lutem Zot gjithashtu që çdo njeri Zot të ketë një qëndrim të hapur ndaj të vërtetës së fjalës sate. Edhe lutem Zoti im të ketë vesh për të dëgjuar atë që Ti ke për të thënë. Edhe lutem Zot që të ngrihet edhe të çohet edhe të eci Zot, ashtu siç Ti e thret të ecësh në dritën e shkrimeve Zot. Dhe nëse ndonjëri Perëndi nuk të njeh hapi syt Zoti im të shpëtohet. Lutem për këto në emër të Jezu Krishtit. Amen. Pra një sulm ka ndodhur në këtë. Edhe ajo që sulm ka ndodhur është që Davidi është rrëzuar. Gruaja e Davidit është rrëzuar. Fëmijët e Davidit janë rrëzuar. Sepse Davidi ka humbur familjen e tij. Po ne gjejmë që ai ngrihet. Edhe kur ai ngrihet, ai e merr fëmijët e tij, ai e merr familjen e tij. Edhe ai vazhdon të eci përpara deri ku kurorëzohet si mbret. Është një histori e mrekullueshme kësaj. Te ligji për të ri na tregohet për Amalekun, që Amaleku është një lloj mishit. Edhe Bibla na tregon që ai sulmon nga mbrapa. Edhe ndërkohë që sulmon nga mbrapa, atë sulmon kur je I dobët. Ta dini në jetën tuaj të krishterësh, në pikën tuaj më të dobët, më poshtë do të jeni. Mishi do të gjallërohet. Kështu ka ndodhur në jetën time, kështu do të ndodhë në jetën tuaj. Edhe të gjithë kemi të njëjtin mish, ka të njëjtin fuqi, madje ka aq fuqi sa ti kundërvjet Perëndis, sepse te Galata thuhet që mishi është në luftë kundër frymës.
Dhe vetmja mënyrë si mund të fitosh kundër mishit, të vësh Perëndin që të luftoj me të. Prandaj Zoti na kërkon që ne të vdesim ndaj vetes. Tani ajo që ndodh është Perëndia bën një premtim lidhur me Amalekun. Edhe ai shpa luftë brez pas brezi, që do të thotë një ditë mishi nuk do të trashëgojë mbretërinë e Perëndisë. Një ditë ju do të keni një trup të lavdishëm, siç është trupi i Zotit. Edhe unë gjithashtu së bashku me gjithë ata që i besojnë Jezu Krishtit. Tani Perëndia na tregon për këtë, edhe ai na tregon se si punon Amaleku, edhe si lufton ai. Ai sulmon kur jemi të dobët, ai sulmon papritur dhe sulmon me krenari, me arrogancë. Por Davidi është ai që po flasim të ngrihet në këmbë edhe është ngritur, po duke kuptuar rënien e Davidit. Tani kur flasim për Davidin, ashtu siç thash, Davidi është një njeri që Zoti e ka përdorur fort. Edhe një njeri si një etalon nga Perëndia që kthehet vazhdimisht tek ai për të mësuar si mund të eci me Perëndin për një person piktur në dhjetën e vjetër. Tani tek kapitulli 29 që është më përpara, vjen edhe diçka. Filistejt i mblodhen tërë forcat e tyre në Afek, ndërsa, thot Bibla, Izraelitët ngritën kampin e tyre pranë burimit të Izraelit. Prisat e filistejve ecin në qindçet e mishët e tyre, ndërsa Davidi dhe njerëzit i ecin në praparoj bashkë me Akishin. Kush janë filistejnë? Thanë filistejnë që ose krahasoni të zanafilla, ata janë pasardhës të Kamit. Por nëse lexojmë tek Psalmi, ata janë në tokën e Egjiptit. Pra filistejnët janë piktura e botës. Davidi në këtë pikë është zhytur në botë. E ka lënë bashkësinë, marrëdhënien me njerëzit e Perëndisë me Perëndin dhe është zhytur në botë. Ky njeri i madh. Karan. Sepse këtu e gjejmë së bashku me ushtrinë e armiqve. Çdo Davidi këtu. Nuk ka punë këtu Davidi. Davidi mund të jetë kudo, por jo këtu bashkë me filistejnë. Tek e para e 2 Korinta 6, Bibla na thot mos hyni në një zgjedhje, janë vargje të njohura. Por vetë Zoti na sfidon, mos hyni në një zgjedhje bashkë me të pabesët, sepse ç'lidhje ka drejtësia me pausin, çfarë frije ka drita me terrin, dhe ç'harmoni ka Krishti me Belialin ose ç'pjesë ka besimtari me jo besimtarin. Me pak fjalë, pun ka Davidi të ketë lidhje, të ketë bashkësi, edhe të shkojë bashkë me armiqtë e Perëndisë për të bërë luftë pro armiqve të Perëndisë. Dhe lufta pro armiqve të Perëndisë është kundër popullit të Perëndisë. Kundër Perëndisë. Është interesante në vargjet 3 dhe 4 thot atëherë krerët e filistejnëve thanë. Çfarë po bëjnë kështu këta hebrejnë? Nëse do ta kthejmë pak ndryshe, nëse jemi në botë, edhe jemi bashkë me shoqërinë e botës pa shpëtuar, bota e di shumë mirë se kujt i përket. Edhe Bibla na tregon këtu që këta janë kaq të zgjuar dhe kuptojnë dhe thonë, ç'a duan këta hebrej me ne? Në fakt janë këto pyetje që Davidi do t'ia bënte vetes. Ç'a dua unë këtu? Edhe duke si bota është pak më e zgjuar se sa Davidi. Edhe gjithashtu Bibla thot në vargu 4, por krerët e filistejve u zemërua me të dhe i thanë, kthe prapa atë njeri. Edhe shikoni, bota e di shumë mirë çfarë kemi bërë ne për Perëndin. Vargu 5 thot, nuk është ky Davidi? Davidi vjen re, por refuzohet nga shoqëria e pashpëtuar. Ai ka qenë pranë tyre për gati një vit. Dhe vjen një pikë që Zoti punon aq fort, saqë u thot atyre të pashpëtuarve, këtu të djalin xhireni jashtë. Nuk ka ndodhur kjo për një vit. Por në këtë pikë të pashpëtuarit e nxjerrin jashtë atë. Tani mendoni pak, sepse kur ne vemi të pashpëtuarit, refuzojmë shoqërinë e të krishterëve dhe shkojmë tek të pashpëtuarit, duke menduar që ne do të gjejmë bashkësi me ta, për bashkësi me ta. Dhe vjen një kohë, pastaj ata vetë na refuzojnë ne. Kështu ka punuar Zoti në këtu në jetën e Davidit. Madje dhe mbreti Akish i thot ktheu mbrapa. Tek e para Samuelit 29 vargu 7, prandaj ktheu mbrapa dhe shko në pashë, mos bëj asgjë që nuk u pëlqen prisave të filistejve. Davidi ka rënë jashtëzakonisht poshtë.
Ai jo vetëm që ka vajtur në botë, edhe mendon që do të gjejë ngrohtësi për bashkësi dhe lidhje me botën e pashpëtuar dhe do të gjejë ngushëlli dhe ngushëllim, ku në fakt ngushëllia dhe ngushëllimi për ne është Zoti Jezu Krisht. Por Davidi tani e ndjen veten shumë të poshtëruar. Pse e ndjen të poshtëruar? Se vetë shoqëria e pashpëtuar e ka ngelur jashtë tani. Çfarë ka ngelur Davidit? Shoqërinë e njerëzve të Perëndis e ka refuzuar. Tani është këtu bashkë me shoqërinë e pashpëtuarve që edhe ata refuzojnë. Davidi është keq faktikisht. Pyetja që kam është, a jeni ndodhur ndonjëherë në një pikë të tillë në jetën tuaj? A kishi jep ca këshilla Davidit që Davidi duhet ja jepte këshilla vetes? Edhe ndonjëherë mendoj unë që të pashpëtuarit janë më të zgjuar se ne, edhe Bibla thotë që ata janë të urtë nga perspektiva e të gjykuarit për gjërat e tyre. Prandaj, çohu herët në mëngjes, nesër në mëngjes bashkë me shërbëtorët e zotërisë tënë që kanë ardhur bashkë me ty, çohuni në mëngjes herët dhe nisuni në të gdhirë. Vinë re 3 herë, çohuni, ekni. Më pëlqen të rri këtu, mes jush, edhe dua shumë të rri me ju, pse më refuzoni? Çohu, ek. Është ajo që Davidi duhet të bënte vetes, merrte vendim të çohej të ikte, nuk kishte punë me ta. Davidi është aq poshtë sa shikoni, prit, kam edhe një mundësi tjetër, le të them diçka, do më pranoni, kam edhe një tentativë tjetër. Edhe tentativa tjetër ja, çfarë bën? Shikoni si thua tek vargu. Çfarë kam gjetur? Shikoni vargun 8 më sipër. Çfarë kam bërë dhe çfarë ka gjetur tek shërbëtori yt? Prej ditës që erdha tek ty deri më sot që të më pengojnë të luftoj kundër armiqve të mbretit tim, zotërisë tim. Davidi nuk do ta lëshoj atë. Por çohuni, ikni. Nëse do pyesim Davidin tek e parë Samueli 17, kur ai vrau gigantin, Goliat, ato ta gjehet dot ndonjëherë veten në këtë pikë? Davidi me siguri do thoshte, kur nuk mendoj që do të veten në atë vend, që të bëhem miq me ata që janë kundërshtar me Perëndin. Sepse Davidi doli tek e parë Samueli dhe tha, kush është ky filistej pa rreth prerë që fyen edhe guxon të fyej ushtrinë e Perëndisë së gjallë? Edhe vajti u preu kokën atij. Edhe ne nuk bijem pa pritur. Por ai që ndodh është në një pikë ai ra. Edhe Bibla na mëson që ai që mendon se qëndron në kënd të bëj kujdes, të shoh se mos bie. Tani hyjmë tek e parë Samueli 30. Davidi është ngritur, ka ikur, edhe kokën e ka të rëndë. Mendoni pa ka qenë një vit bashkë me filistejnë, një vit në botë. Edhe me kokën të rëndë, edhe mendon pak, tani ushtria armike më refuzoi. Edhe unë jam këtu tani si mos më keq. Atë që duhet ja thosha vetes, ma thanë të tjerë. Çohu, ik. Edhe me kokën të rëndë, Davidi kthehet tani bashkë me 600 trimat e tij që kishte dhe shkon drejt vendit ku ai kishte familjen e tij. Edhe i duhet të eci 3 ditë afërsisht nga Durrësi deri në Fier në udhtim. Edhe ja duke me kokën të rënduar, thot të paktën do gjej familje. Kam ngushëllim të familja. E dini çfarë ndodh me ne? Kur ne kemi rënë ngushëllimi i parë, pasi na refuzon bota e pashpëtuar, është familja fizike. Vonë është familja frymërore. Edhe nëse je një burr, nëse je një grua, do shkosh e do gjesh ngushëllim tek familja jote. Edhe Davidi po mendon të paktën do të shkojnë në familje. Edhe është ndodhesh kur ai shkon e me tërë kokën të rëndë me gjërat që ka, ai shikon edhe me shpresë do të fillojë, do të pushojë, do të shlodhet. Ai shef qytetin e tij që po digjet. Gjërat nuk po shkojnë mirë për Davidin. Hiç fare nuk shkon. E ndërkohë që afrohet, ai nuk gjen asnjëri aty. Dhe Bibla thotë e ke parë Samueli 30 thotë, kur Davidi dhe njerëzit e tij arritën në Ciklag ditën e tretë,
Amalekitët, tani është mishi tani. Ajo që ka ndodhur është familja, e ti është mposhtur nga mishi. Ndërkohë që ai ishte në botë, në shoqërinë e të pashpëtuarve, djali punon në familje. Sepse ai nuk rri rehat, derisa të shkatërroj çdo gjë që mund të shkatërroj, që të mund të qëndroj, që të mos qëndroj për lavdinë e Perëndis. Ishin zërë robër gratë, thot dhe tërë ata që ndodheshin aty, thot të vegjël e të rritur. Nuk kishin vrarë asnjëri, por e kishin marrë me vete, thot dhe kishin shkuar. Kur Davidi dhe njerëzit e tij arritën në qytet, ja qyteti ishte shkatruar nga zjarri dhe gratë bit e bijat e tij kishin marrë me vete si robër. Ajo që ndodh më vonë është, Davidi tani u refuzuar nga të pashpëtuarit, duke kërkuar të gjejë ngushëllim në familje, shkon në familje, nuk e gjen atë, nuk gjen fëmijët e tij. Edhe ai tani nuk ka më fuqi të qëndrojë në këmbë. Nëse do të ishte në një situatë fizike, jam i bindur që do të kuptoni çfarë po ndodh këtu. Edhe në këtë situatë që ai nuk qëndron dot në këmbë, ai fillon edhe ulet, edhe fillon të çajë. Edhe Bibla thotë që ai çan derisa nuk ka më fuqi. Sikur të mos mjaftonte kjo. Davidi shkon më poshtë. Ju do thoni sa më poshtë do shkoj. Po ja që pas ka më poshtë. Tërë ata trima që kishte me vete, po fillojnë tani të mendojnë të marrin gur të vrasin Davidin. U refuzua nga të pashpëtuarit. Humbi familjen. Ka rënë për tokë edhe është mjaft i vrarë, mjaft i dekurajuar, mjaft i lëshuar. Tani edhe ata që ka afër po kërkojnë ta vrasin atë. Ndonjëherë ne duhet të prekim fundin dhe mendojmë se kemi prekur fundin, po nuk e kemi prekur. Po duhet të prekim fundin që me të vërtet pastaj të kuptojmë se si duhet të ringrihemi. Ju kujtohet libri i Jonës? Jona zbret poshtë, derisa mbyllet në një anije. Por ai nuk ka prekur akoma fundin. Ai është mjaft kokfort edhe çfarë ndodh, ajo që ndodh është thot më kapni më hidhni në det. Edhe vetëm kur shkon në ferr, atëherë fillon të ngrihet Jona. E Davidi tani ka prekur fundin. Tani përsëri në këmbë, këtu fillon Davidi të ngrihet. Në këtë pikë të historisë. Po ndërsa ngrihesh, edhe fillon të marrësh forcë, të çohesh, janë disa hapa që duhet bërë. Sepse nuk mund të ngrihesh pa u forcuar te Zoti. Prandaj gjëra para shforcohu te Zoti. Edhe shikoni vargun 6, vargun pasues, pasi të tjerët po kërkojnë ta vrasin me gur, pasi ka humbur tërë këto gjëra. Bibla thot në vargun 6 thot Davidi ishte shqetësuar shumë se njerëzit flisnin për ta vrarë atë me gur, sepse të gjithë e kishin shpirtin të trishtuar për shkak të bijve dhe bijave të tyre. Por Davidi u forcua tek Zoti Perëndia i tij. Ku do të gjente Davidi forcë? Te familja e kishte humbur atë mundësi. Te shokët e kishte humbur mundësin. Sepse ata ishin kundër tij. Dhe Davidi t'i ngelet vetëm Zoti. Dhe kur të ngelet vetëm Zoti, atëherë ti do të ngresh syt vetëm tek Zoti. Këtu fillon ringritja. Perëndia është gjithçka që kemi. Kur gjithçka që zotrojmë është Perëndia. Atëherë do të ngrihemi. Dhe kjo na çon tek pika parë, forcimi vjen kur thyhesh. Kur thyhesh nga brenda vetes. Davidi e shifte njëri veten të fortë. Aq të fortë sa që kur filistejt i thanë largohu, hiqe këtë, ai tha Akishit dëgjoj. Unë jam aset i çmuar. Po të viu me ty do të kesh më shumë fuqi ushtarake. Edhe Davidi tani çfarë ndodh? Ai bie poshtë, edhe më poshtë, edhe më poshtë, e çfarë ndodh me këtë? Ai arrin atë pikë sa që ai kupton që nuk ka më forcë, është thyer. Ju ka ndodhur ndonjëherë ku bini aq poshtë
Sa që thoni, pse nuk më inkurajon tjetri mua? Asnjëri nuk ju jep zemër. Edhe ju i fajsoni të tjerët, bashkë me mua gjithashtu. E vavën fajnë të tjerëve. Pse, kur unë isha poshtë, pse ti më braktise mua? Në fakt nuk të ka braktisu. Por Zoti solli situatat në atë pikë të tillë në jetën tënde, që ti të kuptosh që ke nevojë vetëm për Zotin. Jo gjithmonë është faj tjetri sepse nuk të inkurajoj. Disa njerëz ndonjëherë edhe ikin nga kisha sepse nuk më inkurajuan. Por është gabim. Është gabim. Davidi pa forcë është thyer edhe kthehet te Zoti. Ashtu si thuhet e vajtimet, shpirti im kujtohet për gjithnjë për këtë dhe është i rrëzuar brenda meje. Edhe Davidi thuhet u forcua te Zoti, Perëndia i tij. Ky është hapi i parë, sepse kur ne thyhemi, ne kthehemi të kërkojmë Zotin. Kur ne akoma mendojmë që jemi të fortë edhe mund të qëndrojmë edhe mbajmë të forca jonë, të vetja jonë edhe do vazhdojmë të shkojmë edhe më poshtë. Nuk e di sa më poshtë do të shkonte kur të tjerë donin ta vrisin me gur, por mund të ketë edhe më poshtë. Pse them sepse jona shkoi deri në ferr, sepse vetëm ferri e kthente jonën. Por ai u kthye sepse u thye. Në qoftë se thyesh, fillon pika e kthesës për jetën tonë, për jetën tënde. Forcimi vjen kur kujton dashurinë e Zotit. Kur kthehesh tani, edhe kur kthehesh, Perëndia fillon të punojë në ty. Edhe kur ai fillon të punojë në ty, ajo që do të ndodhësh, Perëndia do të punojë me anë të mëshirës, me anë të hirit dhe dashurisë në jetën tënde. Edhe di këtë, sepse Davidi ndërkohë që forcohet tek Zoti, edhe ai fillon të mendoj, edhe thot, faleminderit që më do Zot. Vetëm njëri i thyer mund të kthehet të jetë mirënjohës Perëndis për hirin dhe mëshirën dhe dashurinë e Perëndis. Unë kam ardhur në këtë qytet, edhe unë meritoj, Zoti im, tërë këto pasoja mbi supin tim. Por Zot, e di çfarë? Nuk i kam gjetur gruan këtu, nuk kam gjetur fëmijët këtu. Zot, ka akoma shpresë që të mund të gjej fëmijët, ka akoma shpresë, edhe di pse ka shpresë, sepse ti më do mua. Në qoftë se Zoti im nuk do të mund të më refuzoni Filistin, e di çfarë, unë do të isha andej larg, edhe familjen time nuk do ta gjeja. Po më refuzuan Filistin, edhe është nga dashuria jote që ata më nxorën jashtë mua. Por gjithashtu është nga hiri yt që të ke ruajtur familjen time, fëmijët e mi, sepse i ka gjetur akoma gjallë, në kuptimin që, sepse po të ishin vrarë do ishin aty. Ai është luftëtar, e kupton si punon në ushtrit. Kur vjen për të shfarosur, i shfarosin. Po nuk janë shfarosur. Prandaj ka kuptim gjithë ajo që gjejmë tek vajtimet. Këtë dua të sjell në mendje. Dhe prandaj dua të shpresoj. Davidi po flet vetes të vet, duke u mbajtur mëshira e Perëndis, duke mbajtur tek shpresa në atë se kush është Zoti. Edhe thot pasaj, është një hir i Zotit që nuk kemi shkatëruar plotësisht. Amen. Është nga hiri i tij. Edhe thot, Bibla thot, sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht, për të rihen çdo mëngjes. E madhe është besnikëria jote. Zoti është pjesa ime, thot shpirti im, prandaj do të kem shpresë tek ai. Gjithçka për Davidin është vetëm Zoti tani. Edhe sytë e Davidit janë vetëm tek Zoti. Janë tek mëshira e tij, tek hiri i tij, tek dashuria e tij. Gjoni tha, ne e duam atë, sepse ai na dishi pa. Edhe një gjë nuk do të harroni kurrë, motra dhe vëllezër. Kur Zoti nuk do të heq dashurinë e tij nga ju. Kur. Fjala e tij është e qëndrueshme dhe besnike. Perëndia është dashuri. Nuk e di çfarë gjendje ndodhesh, nuk e di nëse të kam braktisur të gjithë, ose ndihesh i braktisur nga të gjithë. Ta dini Zoti nuk të braktis kurrë. Ai është me ty. Dje, sot dhe prje. Kujtohu që ai të do. Së treti, forcimi vjen kur mbahesh te premtimet e Zotit. Davidi tani është thyer, thamë, por gjithashtu kujton hirin dhe mëshirën e Zotit. Por gjithashtu ai kujton pak. Sepse për sa kohë që ti je duke ecur në botë, frymashë nuk të kujton do ty premtimet, sepse je totalisht i zënë me gjërat e botës.
po kur ti thyes, edhe kthehesh, edhe drejtohesh nga Perëndia, jeta jote ndryshon. Premtimet e Perëndis fillon të vinë në mendje. Fryma e shenjtë tani fillon të punojë në jetën tënde. Sepse më përpara nuk e lejoje, por tani po e lejon. E Davidi kujton pak. Kush është Davidi? Hej, unë jam ai që jam vajosur nga Perëndia për të mbretëruar. Unë nuk jam vajosur nga Perëndia për të qenë kryebashkiak i Chicago që po digjet në flak. Por jam vajosur nga Perëndia për të qenë mbret. Po e dini çfarë thot Bibla për mua dhe për ju? Tek e parë Gjoni 2, Bibla na tregon që ne kemi vajosje nga Perëndia. Po Bibla gjithashtu na tregon që ne do bëhemi një ditë mbretër me të, ose më saktë ai na ka bërë mbretër dhe priftër, sepse Bibla tregon diçka, ati që na deshi dhe na laud nga mëkatet tona në gjakun e tij dhe na bëri mbretër dhe priftër. Jemi tani priftër, por një ditë do të bëhemi mbretër, ky është plani i Perëndis. Nëse vuajmë ata, do të mbretërohemi ata. Dhe Zoti nuk na ka thirrur të jemi kryetar bashkie të një qyteti që do të digjet në flak, sipas 2 Pjetrit 3, se kjo botë do digjet në flak. Po na ka thirrur që të mbretërohemi atë në mbretërinë e lavdishme që ai do të vijë dhe do të vendosë. Ky është plani i Perëndis për ju dhe mua. Dhe kujtohuni, jo të mëshirën e Zotit, premtimin e Zotit. Perëndia ka një premtim të madh për ju. Sepse jeni bijtë e tij. Edhe ai dëshiron që kur të ai të kthehet në mbretërinë e tij, të mbretëroni me të. Kjo ndryshon perspektivën. Tani ndërsa ngrihesh në këmbë, jo vetëm forcohu, por edhe drejtohu pasaj. Sepse është shumë e rëndësishme, kjo është pika B. Drejtohu, dhe drejtimi fillon duke dorëzuar drejtimin tënd. Nuk mund të drejtohem unë nga Perëndia, nëse drejtimin tim nuk e dorëzoj, e të marr drejtimin që Perëndia ka për mua. Sepse jemi në opozit me Zotin. Ose do të drejtoj vetë jetën time, ose do të lë drejtimin time, do të marr drejtimin që Perëndia ka për mua. Nga perspektiva ushtarake, mendoni pak të. Davidi është luftëtar. 600 njerëzit që ka me të janë luftëtar. Çfarë ndodh kur ata shkojnë në një qytet? Edhe shohin që është djegur, por nuk janë fëmijët e tyre, nuk janë gratë e tyre. Çfarë duhet të bëjnë në mënyrë të natyrshme? Çfarë do të bëjnë? Në mënyrën më të natyrshme, ata çfarë do të bëjnë? Të ngjeshin armët, të vazhdojnë edhe të ndjekin ushtrinë apo jo? Sepse shohin gjurmë të freskëta, qyteti është në flak, sapo janë rrëmbyer. Çfarë po bëjnë ata? Çfarë bën Davidi? Davidi nuk bën asgjë nga ato që është normale për një njeri normal. Davidi bën atë që është anormale, sepse Davidi tani është thyer, e ka lënë dorëzimin e tij. Dhe Davidi nuk vrapon. Po çfarë bën Davidi? Bibla thotë, shikoni vargu 7. Pastaj Davidi tha priftit Abiathar, prit pak. E kam lënë dorëzimin tim, atë drejtimin tim, e kam dorëzuar drejtimin tim, nuk drejtoj më veten time. Kam nevojë për Zotin. Sepse jam thyer. Kur isha pa Zotin, shkova poshtë më poshtë. Por tani nuk vendos më unë tani. Të kërkoj Perëndin që të më drejtojë në jetën time. A dini çfarë mësojmë ne në librin e dishepullizimit? Që ne duhet të gjejmë planin ose vullnetin e Perëndis sipas fjalës së Zotit, në drejtimin e frymës së Zotit. Edhe sigurisht nëse rrethanat janë në harmoni, por fjala është e rëndësishme. A dini që këto mësime nuk janë për njohuri, por janë për të praktikuar në jetë? A dini që kur thyhesh, kthehesh te ky mësim, pikërisht te ky mësim bazë, sepse nuk mund të shmangesh nga bazat e fjalës së Perëndis. Edhe Davidi çfarë bën? Nuk bën atë që është normale. Edhe Bibla thot, vargu 8, kështu Davidi u këshillua me Zotin. Dhe e pyeti, është shmenduri, atë ndjekun ushtrin, atë ndjekun atë për të marrë gruan time, më falë, është shmenduri të bësh këtë pyetje. Por është maturi të bësh këtë pyetje, kur ti e dorëzuar tek Perëndia. Nuk ikën më me anë të shikimit, ikën plotësisht me anë të besimit. Nuk ikën më i bazuar në atë që gjykon, ikën bazuar në atë që Perëndia ka për ty. A duhet të arri këtë band? Do të arri, Zoti përgjigj ndiqe. Ndiqe, i tha Zoti. Pra do të ndaloj pak. Janë rëmuj gjërat e jetës time. Do të shkoj te Perëndia e do të komunikoj me të.
sepse gjithçka që kam është vetëm ai. Edhe do të pyes atë. Po do të marr kohë të ha Biblën, sepse është e pamundur që Perëndia të flasë, në qoftë se nuk ka lërë kohë me fjalën e Perëndis. Atë të marrë një fjalë nga Perëndia. Dhe do të presa të marrë fjalën nga Zoti. Po e çfarë? Është urgjente. Çau të ikim. Jo. Unë kam vdekur. Zoti që më ka vajosur për të mbretëruar, do të më udhëzoj me anë të fjalës për hapin që dohe. Dhe Zoti ju ka vajosur ju për të mbretëruar me të. Dhe jo që të jeni kryetar bashkie i kësaj bote që po digjet. Do t'ju udhëzoj se si të esni, çfarë hapi të hedhni. Davidi nuk ndjek drejtimin e vet, nuk ndjek reagimin e vet, nuk ndjek logjikën e vet. Ai ndjek drejtimin e Perëndis. Dhe e kërkon atë dhe pastaj ndjek atë. Hapi i dytë është mbash me besim të premtimet e Zotit. Tani nëse Zoti i tha ndiqe tani, edhe di çfarë bër, çau dhe arri atë. Davidi e ka vullosur tani. Sepse Zoti më ka premtuar nga fjala. Ti e merr atë, ti e shkruan atë, edhe pastaj ti e beson atë. Edhe kam një fjalë që Zoti më ka thënë. Unë do të bëj atë që Zoti më ka thënë. Edhe kjo është ajo që bën Davidi. Davidi ndjek me besim. Sepse Bibla thot tani, në vargun 8, kështu Davidi u këshillua me Zotin dhe pyeti, a duhet arri këtë banë? Do të arri? Zoti përgjigj, ndiqje sepse do të arrish me siguri dhe do të rimarrësh patjetër çdo gjë. Tani Davidi u thot atyre burrave që po duan ta vrasin. Keni 2 gjëra në dorë. 2. Davidi tani ka marrë fjalën e Perëndis. Edhe fjala e Perëndis ka në zemrën e tij, sepse Perëndia mban fjalën e tij. Edhe keni 2 gjëra në dorë. Ose më vrisni, ose më ndiqni dhe do të marrim gjithçka, sepse Zoti më ka premtuar. Kam një pyetje. Kush është ai ushtar që nuk do të ndjek një luftëtar të tillë që ka siguri në Zotin, në premtimet e Perëndis? Kush është ai? Të tillë burra dhe gra ka nevojë kisha e Jezu Krishtit sot, që janë të thyer, që qëndrojnë në fjalën e Perëndis. Edhe thotë 2 gjëra bëni. Ose më vrisni, ose më ndiqni. Por Zoti më ka dhënë një fjalë. Edhe unë e di çfarë po bëj. Do të ndjek atë. Edhe në përgjithësi, një drejtues i tillë nuk refuzohet. Nuk refuzohet. Nuk ka asnjë ushtri në botë më poshtë e Davidin. Nuk ka asnjë ushtri në botë më poshtë e Davidin. Për të rikuperuar ato që Perëndia e kishte premtuar. Sepse Davidi mbahej te premtimi i fjalës së Zotit. Nuk ka asnjë ushtri që mund t'ju mposhtë ju, kur Zoti ju ka thënë, bëje. Shkoni, tha Zoti. Unë kam gjithë autoritetin. Shkoni. Bëni dishepuj. Shkoni. Ai e ka gjithë fuqinë, gjithë autoritetin. Po kur ne besojmë, ne lëvizim. Jetët tona ndryshojnë sepse ne besojmë shkrimin. Davidi ishte duke ecur në vullnetin e Zotit. Fitoria nuk vjen nga forca jonë. Fitoria vjen nga Perëndia dhe mbajtja dhe mbështetja në premtimet e Perëndis. Dhe treta është, Davidi vazhdo me bindje ndaj zbulesës që Perëndia i kishte dhënë. Shikoni vargu 9 tek para Samuelit 30. Kështu Davidi u nis. U lut, e mori çfarë tha Zoti duke e lexuar, u tha, kjo është rruga, më ndiqni. Dhe Bibla thot, ai u nis tani. Tani u nis, jo më përpara, sepse tani kishte premtimin e Zotit. Më mirë të mos ecim me logjikën tonë, edhe të rrim pak derisa Zoti na flasë dhe pastaj jemi të sigurt të ecim me atë që Perëndia na ka thënë. Sesa të hedhim hapa të nxituar. Po kur marrim premtimin e Zotit, ecim përpara. U nis tot. U nis. Tani çfarë ndodh? Kjo është një bindje e thjeshtë. U nis. Kur Zoti na thot, ne dilni bëni dishepuj. E di çfarë do të thotë dalësh bësh dishepuj? Bindje e thjeshtë. Kaq. Po ne jemi të prekupuar për ciklagun. Okej. Ose do ta kemi lënë ciklagun. Jemi të prekupuar të ndjekim vullnetin e Zotit.
duhet të shohesh, domethënë me pak fjalë, mund të jesh i thyer dhe është hapi parë. Sepse pak të nuk ecë dot përpara, por nuk mjafton thyerja. Mund të lutesh dhe është hapi dytë, por nuk mjafton lutja. Mund të marrësh premtime nga fjala e Perëndis dhe është hapi tretë, por nuk mjafton kaq. Duhet të bindesh asaj që Perëndia të ka thënë. Po nuk bindesh, nuk ke përmbushur hapin e katërt, të mund të shkosh të i rimarrësh ato të cilat ke humbur. E Davidi u bind shumë thjesht, lëvizi që të shkonte për të bërë vullnetin e Zotit. Dhe pika e katërt është, që është e fundit është kur orzohesh, kur kupton si punon Perëndia. Tani ajo që dua të them me këtë është mjaft e rëndësishme. Sa herë që Perëndia do të punojë në jetën tonë, në jetën tuaj, në jetën individuale, ose në jetën e një shërbimi, ose në jetën e një skuadre, kudo qoftë. Gjithmonë do të ketë prova. Mos e harroni këtë. Gjithmonë. Nëse vjen, thuaj mirë se erdhët. Më mirë kështu. Sepse mund të themi, po në qoftë se Zoti na premtoi, edhe Zoti unë u thyeva, edhe pasaj patjetër luta Zotit, dhe pasaj kërkova që merrja një fjalë nga ai, edhe e mora fjalën e tij, edhe u nisa. A nuk duhet që të mos ketë pengesë përpara? Logjika jonë thot po. Por Davidi hasi pengesë. Dhe Davidi çfarë bën? Shikoni çfarë thuhet në vargu poshtë, vargu 9. Kështu Davidi u nis. Okej, bëri pjesën e parë, me 600 njerëz që kishte marrë me vete dhe arritën në pruan besor ku ndalën ata që kishin mbetur mbrapa. Po të lexojmë me kujdes, janë 200 veta që ndalojnë. Çfarë të bëjmë tani? Çfarë të bëjmë? Kemi një shërbim, po. 1/3 është në shtëpi. 2/3 janë këtu. Çfarë do bëjmë? Ju ka ndodhur ndonjëherë që një pjesë e njerëzve nuk janë aty, nuk munden për 1000 arsye. Davidi është këtu. Edhe është në një situatë të vështirë, sa ka një pengesë. Edhe mund të vetë në gjunjë të thotë, o Zot, ma heq këtë pengesë, Zoti thotë, të kam dhënë premtimin tani. Ti shkon të dalësh ndashur ngjillën e ke një pengesë. Çfarë do bësh? Do ndalosh apo do vazhdosh? Nuk jam shumë rehat, vjenjat e mia nuk janë rehat, ishim me 600, tani jemi me 400 e di çfarë, emocionet e mia janë për tokë. Nuk niket me emocione. Niket me besim. Çfarë bën Davidi? Davidi thot, vargu 10, për Davidi. Çfarë bëri? Vazhdoi. E dini pse vazhdoi? Sepse ai kupton si punon Zoti. Edhe kur të vinë provat, do të vazhdoj. Edhe kur të vinë stuhit, do të vazhdoj. Edhe kur vinë problemet, do të vazhdoj. Sepse mënyra si punon Perëndia, pasi jam thyer, pasi jam lutur, pasi kam marrë fjalën e Zotit, edhe pasi kam marrë premtimet e Perëndis, edhe pasaj vazhdoj përpara duke besuar në premtimin e Zotit. Do të më vinë provat, por unë duhet të vazhdoj. Do të ketë kohra në jetën tuaj që do të vinë sprova edhe kur je duke ecur drejt. Dhe sidomos në këtë pikë. Davidi vazhdoi ndjekej me 400, pra do të thotë 200 qëndruan aty. E dini pse ndodh kjo? Sepse jeta e Davidit tashmë ka ndryshuar. Ai nuk ka më drejtimin e tij në jetë. Ai nuk mbahet më te forca e tij në jetë. Ai nuk mbahet më te planet e tij në jetë. Ai nuk mbahet më te agjenda e tij në jetë, por ai ka dorëzuar edhe forca e tij është Zoti, planet e tij janë planet e Zotit, agjenda e tij është agjenda që Zoti ka për të. Edhe ecën. Rezultati i një jete të ndryshuar është pjesa më poshtë. Kur Zoti të drejton, do të jesh i ndjeshëm ndaj të humburve. Bibla na tregon që Davidi tani është në atë ankthin e emocioneve të gjitha nga ana njerëzore, duke kërkuar të arrijë familjen edhe ja gjen një egjiptas që ka 3 ditë pa ngrënë papir. Në fjalë e Perëndis 3 ditë është pikturë e ringjalljes, është ungjilli i shpëtimtarit tonë. Egjiptas është piktura e njeriu të pashpëtuar. Davidi me gjithë gjërat që ka, me gjithë prioritetin që ka, familjen e tij, gjitha gjërat, ai është i ndjeshëm tani ndaj nevojave të njeriu të pashpëtuar që i del në rrugë. Ashtu si samaritani i mirë, mbani mend? Kalon një levit, kalon një prift, edhe ata shmange, por kalon një samaritan, çfarë bën? Edhe ai kishte planet e tij, ai kishte rrugën e tij, kishte agjendën e tij. Dhe çfarë ndodh me atë?
Bibla thot që ai pasaj u kthehet dhe ju përkujdes për të, ndryshoi agjendën, ndryshoi planet, sepse dëmshuria bën dallimin dhe ndryshimin, sepse Jezusi është ai Perëndi që zbuloi veten si një njeri dhe si Perëndi anëmish që kishte dëmshuri për të tjerët, sepse i shisi dele pa bari. Dhe kur Perëndia udhëheq jetën tonë, atë dëmshuria bën ndryshimin. Edhe ai çfarë bën? Ai kujdeset pikërisht për njerëzit e pashpëtuar. Gjëja e dytë është kur Zoti drejton, do t'i jap më tepër se sa rikuperimin. Më tepër se rikuperimin. Domethënë, nuk do të japi vetëm çfarë? Vetëm gratë, fëmijët edhe gjithë ato të tjera, por shumë më tepër. Sepse thot, kështu ata nuk humbën asgjë, as të vegjëlit, as të rriturit, as bijt, as bijat, as plashkat, as ndonjë gjë tjetër që u kishin marrë. Davidi i rimori të gjitha. A nuk është ky një gëzim i madh? Që mund të marrësh të gjitha që ke humbur. Kështu Davidi shtiu në dorë kopet e baktisë i imët dhe të tufave të baktisë të trash dhe ato që eci përpara baktive thonin kjo është plashka Davidit. Zoti dha më tepër tani. Ashtu si Bibla thot tani aty që sipas fuqisë që vepron në ne mund të bëj jashtëmase. Më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë Efesianët 3 vargu 20. Dhe fundit është kur Zoti të drejton, do të vendosësh drejt marrëdhënien. Do vendosësh drejt marrëdhënie me skuadrën tënde, me kishën tënde. Nga gjejmë të skuadrën. A është ndodhesh Davidi po kthehet, ka 200 veta që i ka aty. I përshëndet. Nuk u tha, pse më lat ju mua? Pse më braktisët mua? Ata janë pjesë e skuadrës Perëndis. Edhe pse ata për një arsye ishin të lodhur, të dobët, nuk u erdhën në shërbim. Davidi i donte të gjithë, sepse jeta ati kishte ndryshuar. Kishte dëmshuri për të gjithë, sepse jeta ati kishte ndryshuar. Edhe ai vendos marrëdhënie të drejta. Edhe u thotë, mos u sillni kështu o vëllezër. Mos u sillni kështu. Do të sillemi ndryshe. Edhe vendos parime të drejta me ta. Edhe është ndodhur që ata që ishin aty harruan që Zoti u dha fitoren. Tani po merreshin për plashkën. Davidi nuk është shqetësuar për plashkën. Davidi është shqetësuar që skuadra e tij të jetë në unitet. Davidi është shqetësuar që njerëzit e Perëndis janë të lidhur. Nuk ka rëndësi plashka. Nëse mendon që e ke fituar ti këtë shpirt mirë, merre, e ke fituar ti, nuk shqetësohemi shumë për këtë punë. Po ne duhet të jemi në unitet. Edhe është rëndësishme në këtë, sepse një skuadër që qëndron në unitet, një kishë që qëndron në unitet, atë nuk ka ndonjë gjë që mund ta bëjë të bjerë. Prandaj te Filipianët 2 thot, mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me prullësi, secili të shmoj tjetrin më shumë se vete. Vargu fundit e parë Samuelit 30:24, po kush do të dëgjojë këtë propozim? E njëjtë ka për të qenë pjesë e atij që shkon për të luftuar dhe ati që rri pranë plashkave do të ndajmë pjesët bashkë. Davidi tani rikuperoi veten apo jo. Pastaj familjen. Tani skuadrën e tij të shërbimit. Edhe thot, njësoj, sepse ata po ruanin sa plashka. Zbulojmë diçka më shumë këtu, sepse ata ishin të rënduar dhe i hoqën barrën, hoqën gjërat që të lehtësoheshin të shkonin të luftonin. Edhe tha, njësoj do të kemi shpërblimet. E dini çfarë bëjmë ne në Vjetën e Re? Zoti t'i takon lavdëri. Ati japim lavdërimet. Nëse Perëndia i bëri nëpërmjet nesh, ne lartësojmë atë. Nëse fjala po përhapet, lartësojmë atë. Edhe Bibla thotë që ai jep dhurata të gjithëve. Kështu bën Zoti Jezu Krisht me ne. E dini çfarë? A nuk është Zoti i mirë që i do dhe ata një të tretën, edhe këta dy të tretët? Sepse ndonjëherë raportet përmbysen. Ndonjëherë unë jam tek një e treta dhe të tjerët janë te dy të treta. Por Zoti është bujar. Ai kujdeset edhe për mua, që jam i dobët, kujdeset edhe për ju që jeni të fortë. Edhe me plejësinë dhe popullin e Zotit, janë të ato lista që Donaldi lexoi. Besoj se Davidi ndjente një pesh përgjegjësie për një vit i ikur në botë. Dëshmia e tij nuk ishte shumë e mirë, për të mos thënë që ishte e keqe.
Davidi tani në këtë fitore, ai kërkon të rivendos marrëdhëniet në mënyrën e duhur, me kishën, me njerëzit, me gjithë. Sepse këtë bën një njeri kur jeta ati ndryshon. Ai shqetësohet për një të pashpëtuar, si Davidi për Egjiptasin, ai shqetësohet për skuadrën që t'jetë në unitet, ai shqetësohet edhe për marrëdhënien me pleqësinë, me drejtuesit e kishës, edhe të kishave të tjera gjithashtu. Sepse ai u dërgon, edhe ai kërkon të rivendos marrëdhënie të shëndetshme. Tani, në qoftë se je i pashpëtuar, asgjë nga këto nuk vlen. Bibla thot, Jezusi erdhi të japi jetë re. Edhe kjo ndodh vetëm qoftë ha nga buka e jetës. Dhe te Gjoni na tregon Jezusi që ai është buka e jetës. Qoftë ha të, domethënë beson në të, duke e bërë atë në mënyrë personale. Të hash bukën do të thotë ta zotrosh bukën. Të hash Jezusin do të thotë ta bësh atë personal. Bibla thotë që do të kesh jetë të përjetshme. Jo thjesht të dish për Jezusin, por ta bësh atë Zotin tënd dhe shprimtarin tënd. Edhe në qoftë se je i pashpëtuar, thjesht kthehu nga Jezusi. Pendohu për mëkatet. Beso në atë si Zotin tënd dhe shprimtarin tënd. Tani të kthehemi tani për gjithë ne që jemi të rilindur. Nuk ka rëndësi sa larg ke shkuar. Nuk ka rëndësi sa të pamundura duke të marrësh gjërat që ke humbur. Ta bëj një krahasim është si diçka e tillë. A mund të keni parë besë hartën e Shqipërisë madhe, apo jo? A i fitojnë do të ato troje që kemi humbur 100 vite përpara? Nuk ka shanse. Base ka 1%, nuk e di, po nuk ka shanse. Sa shanse ka të mund të rifitojmë ato që Zoti, ato që kemi humbur me Perëndin? Ka shumë. Davidi i mori të gjitha. Perëndia do t'ju japë juve rikuperim të madh në jetën tuaj, në shërbimin tuaj, në familjen tuaj, në qoftë se ndiqni instruksionet e Perëndis. Duke u kthyer tek ai. Duke dorëzuar drejtimin tuaj, duke pritur drejtimin e tij. Duke u mbajtur tek mëshira e hire e Perëndis. Edhe gjithashtu duke ecur përpara pavarësisht pengesave. Do t'i marrësh të gjitha. Do të çosh dhe të bësh luftën e mirë. Nuk mjafton vetëm të lutesh. Nuk mjafton vetëm të lexosh Biblën. Nuk mjafton vetëm që të marrësh përgjigjen. Do të çosh të bësh luftën e mirë. Pavarësisht pengesave. Dhe do të rimarrësh të gjitha, sepse Zoti është me ty. Le të ulim kokën tonë përpara Perëndis. Ashtu siç ne këndojmë atë këngën, Jezus ti lëviz dhe male, kjo është e vërtet në jetën e përditshme. Po ne duhet të besojmë atij. Nuk e di ku jeni në marrëdhënie me Zotin, po kudo që të jetë, edhe në çfarëdo që Zoti ju ka folur, hidheni një hap. Edhe në qoftë se jeni të pashpëtuar, kthehuni nga Jezusi. Besoni në atë që vdiqu varros dhe u ringjall për ju. Dhe në qoftë se jeni të shpëtuar, mos e lini fjalën. Mbajeni atë, merreni atë që Zoti ju tha ju. Çohuni, besojeni i Zotit. Edhe ecni përpara. Perëndia është në gjendje të bëjë gjëra të mëdha me ju, sepse ai është një Zot i madh. Ati dashur, faleminderit për fjalën tënde. Faleminderit për njerëzit e tu që janë këtu sot. Kam mirënjohës Perëndi që na sfidon përmes jetës së Davidit edhe ne e gjejmë vetveten, Zot. Dhe na jep udhëzimet e qarta si të mund të ngrihemi edhe Zot të kemi fitore, Zot, në Krishtin Jezus, Zotin tonë. Po lutem për çdo njeri këtu që të hedh një hap në atë si ti ke folur nga fjala jote. Dhe lutem që nëse ndonjëri nuk të njeh, lutem Zot që të mos largohet pa marrë dhuratën e jetës së përjetshme. Nëse është ende i paqartë, Zot, le të kap dikë majtas djata. Edhe të kërkoj, Zot, më shumë qartësi, më shumë këshill nga Bibla. Edhe jam i bindur ka këtu mjaft, Zot, që mund të bëjnë këtë. Dhe Zot, jam mirënjohës edhe për këtë kohë sot, dhe për gjithçka që na jep, që na flet. Në emër të Jezusit, Zot, lutemi. Amen.